Okej, se po flitet. Ka o Ledion fare. Ka Ledion që të shkeme të... Mateo. O, Ledion, unë me Selini kemi një marrëdhënie shumë të mirë shoqërore, shkojmë shumë bashkë, bëjmë muhabetet përgjithshme. Po, dakor. Edhe ndryshe nga temat që diskuton Selini me Mirin, unë me Selini nuk diskutojmë asnjëherë për Mirin. Po, unë nuk e kisha aty, unë e kisha se nuk dyshoj unë këtë. Po prit një sekond mbaroj. Përveç rasteve kur është mirë ai që afrohet, është mirë ai që shef shtrembër, është mirë ai që hedh kunja, është mirë ai që e bezdis prania ime afër Selinit. Pra kjo është pra, a ka xhelozi Miri është Elbi, jo çaketi me Selinin. Miri po vdes. Mirit po duket sikur po I marrin diçka atij, ndërkohë që Selini është lojtar e vetme këtu. Qartë, Miri ka alianca me Mirin. Miri çaj. Je apo si xheloz? Patjetër më po vdes. Po duket. Ngor. Ledion, dallohet. Po, çfarë do të thënë se O Ledion. Po kjo pra është gjithë historia këtu tani, se këto xhelozin e kanë të ndjenjat I përzin bashkë. Nuk ka lidhje ndjenja. Ndjenja është perceptim është. Ku ka fshon, ku futi dhëmbët ai? Ku është loja aty? Sa është një xhelozi e pastër. Temeraku. Temeraku ti për Selinin. Ti për Selinin. O Ledion, nuk kam qenë Selinin duke biseduar këtë tavolina jashtë. Edhe kemi qenë duke bërë muhabetet përgjithshme dhe ishte mirë ai që vinte dhe I thoshte, a do ikim ke lavanderia? Edhe Selini thoshte, ja prit pak. Po a do vishi se do ikjo? Kjo I thoshte, sa të mbaroj temën? Edhe do vi. Po mirë, di veti, po unë po iki, kështu që ti po deshe hajde. Ledion, a mund të jam dhëmë mendimin tim? Patjetër se Miri nuk prononcohet. Jo, më falë, me që pak do e filloj nga fundi. Kam thënë, ka qenë fjalia kështu, që ja, nëse unë kam ndjenja, ç'po ke ti? Ka qenë kështu, jo se unë kam thënë kam ndjenja për Mateo në mënyrë absolute. Po më vetë sqaruam ato, Selin. Thelbi është, a është xheloz Miri? Bravo, sa për Mirin xheloz. Ledion, unë me Mirin kam një marrëdhënie që nuk e kupton asnjë këtu brenda. Dhe të gjitha ato që shikon, o tani, o Mondi. Një sekond, Mondi. Po ishte ka mu. O Ledion, o tani një sekond o bu. Si mu. O tani. Janë kryqi mu. Ua, Ledion. Djema. O tani, se jam gjithë kjo vajzë ki respekt. Po pyti sekond. Pra Ledion, po thoja që dhe këto ngacmimet që Miri mi bën për Mateon janë komplet ironike, që tani vetëm po të hyj dhe të shpjegoj ku ka qenë fillesa e kësaj gjës, që të kuptohemi këtu pse Miri I bën këtë gjëra. Sa për bisedat në lavanderi, ka qenë për pjesën e nominimit, kur ne kemi diskutuar që për mendimin tim, dhe unë kam qenë ndër të para që Mateo si kanë folur për të lëvizur, që mos të ngecet tek ky nominim që nuk I përkiste fare, kaq. A është xheloz, le të jetë xheloz sepse I bie Mateo ti marrë një aleate shumë të mirë. Pra është xheloz. Si? Pra është xheloz. Çfarë është fal? Pra është xheloz. O xheloz ky vdes. E ke hang nga brenda. Mateo me një kur vret dy zoj. Mos ishe mirë, përmeni mund të thënë. Mund të thënë diçka me qenë se lutem Ledion. Patjetër tani, patjetër. Mondi. Na I shpjegon Mondi. Mund ta shpjegoj çka mendoj unë? Po. Tani Miri mos u bëj cinik. Lutem. Miri, në momentin që nuk e shpjegon ti, natyrisht që Mondi do e shpjegoj, se ti shpjegohesh. Prandaj po them, okay. Atëherë unë mendoj këtë, që duke pa që realisht Mateo e ka mbyt, e ka bën përpara Mirin. E ka marrë përpara Mirin, atëherë Miri bën atë fjalë kryqin e vet thot, për të futur lojë. Selin, Selin për ta futur lojë, për të ngacmu nga gjitha anët për të reaguar. O tani nuk fut mu loj mirë, mos ke merak. Po lutem valla, më jep mendimin tim, më duro. Po flet gabim në emrin tim. Po mirë, si ka, unë çfarë mendoj unë? Mos fut njëri loj. Po kujt dini se flas gabim, unë mendoj këtë gjë. Mua në loj nuk fut dot njëri. Jo njëri po shtat. Ashtu mendoj unë. E ke gabim. Po shumë mendoj. Po sa lejo ta mbarosh se ke gabim. Jo, do ta them deri në fund. Pastaj e kam gabimin, vendos tjetër kush. Dhe për ta bërë këtë gjë, që gjoja më thojza bëj xheloz. Brikenën me objekti, do na prap te kinet e grosha. Që ta kuptoj. Po, sekond. Po, pra ti thua që Miri po ndihmon mua që të bëjmë xhelozin Brikenën. Ata po thotan. Mateo. Jo.
Flutë më njerë, flutë. Po prita një moment. Shanteri më dha. Grupi, një moment ta shpjegoj se ka pak të vështirë, ha tani, ha. Pra, edhe një. Këto të mbi vendosin, këto kush po mbi jo, ju lutem mos ti mbi vendoset njëri tanit. Bravo, faleminderit Ledion. Pra, tyre kam nuk shbeja që janë më të mirë tu, këto vendosin gjithë. Kujt këtyre? Atere, Mirit, fjalë kryqit. Mirit i është fjalë kryqte. Po, nuk ka rëndësi. Mirit thua ti i është mbushur mendja që është më i miri. Ky vendosi fatet e kësaj që vendos fatet e shtëpisë. Edhe fetimër para 3 ditës, vazhdo. Po pra, lutem. Edhe miri, edhe ç'a bën miri sipas teje? Miri tash duke qenë që e shef të dobët vetëm para Mateosit. Si çfarë bëhet? To merr edhe me këto fjalë. Ore vazhdo më. Po, pra e shikon veten e të dobët dhe pastaj vendos Selinën përballë atij për të bëhat e xhelozim, thonë sa që nuk ka shanse sepse ky djali nuk e han atë tek, sepse ky ka ardhur për një qëllim këtu, mendoj unë. Dhe kush është qëllimi i atij djalit? Ai ka me qëllimin që të qartësoj veten në dashurinë që ka të ndjen që ka për Brikenën, mendoj. Sa të tela Moretani qënë kanë këto. Breku më jo dhe në breku. Po mirë, okej, dua të pyes pak Kristin. Kristi dhe pastaj Greta. Kristi. Po, kemi të bëjmë me 2 refuzime me thënë drejtën, në? Unë kam kërkuar të vetmi nder këtu brenda kësaj shtëpie Mateos, që të largohet nga Selini dhe nuk e ka bërë. Kemi pastaj refuzimin e Selinit nga Miri për të qëndruar me Mateon dhe prap nuk e ka bërë. Tani ka diçka thua ti. Ja, se ta shpjegoj Lorna, Ledion, mirë është Lorna se po vdesa Dgjoj, o Kristi, se ti je shumë, do të ke shumë opinion. Edhe Gretën po. Ti mendon që hipotetikisht, nëse Miri nuk do ishte i martuar, pra nuk do kishte limitin a do e shikonte Selin me një sy që mund ta shikonte? Tash i klipi kemi parë të gjitha apo jo? Dhe e pam gjithë tash. Unë dua të di si e shikon ti mos se klipin e shohin të gjithë. Klipi. Që është? Ato që përcaktoi klipi. Ç'a përcaktoi klipi sipas teje pra? Ato që u vërtetua që ka një farë xhelozie. Dhe xhelozia vjen sepse është ajo si thot Selin që Miri nuk do të humb një aleat në lojë apo ka edhe këto të shtuara si thot Kesi që ç'a lidhje ka lojtari ke pjesa e MLP-ve akullore që kafshoi dikush. Jo, unë nuk do bëhem pjesë e kësaj. Faleminderit se Miri nuk ka thënë MLP-ve ata, po han aty ku kafshoi ai, një. E dyta, mund të thotë një gjë Ledion? Po. Po. Qa qik mizën, orë. Harrova? Harrova, po një sekond. Do thotë, jo, varja harrova. Mirë, s'ka gjë, kujtohen ndërkohë që më përgjigjet Greta. Ledion. Qetësi Greta. Atëherë, përsa i përket Mateos, me një gur vret 2 zogj. Dhe Mirin dhe Brikenën do t'i bëj xheloz të dy që të futot me një loj. Ka lidhje fare. Pra Mateo nuk qenë ka kaq djali mirë sa të shitet thua. Edhe Greta doli konkluzion që unë që e kam objekt, Mateo mirë. Jo, ma nuk është çështje objekti tani. E di kur çështje. Edhe Greta me mendje me tanin. Jo, absolutisht, po jap mendimin tim. Shumë banor që mendojnë se janë lojtar. Ku duan të bëjnë. Nuk je objekt, ama në kuadër të lojës. Po mirë, Mateo edhe këtu Selina. Mateo, a mendon sepse ja ku doli prajmi, një person bën xheloz edhe ja nuk ka kuadër lojës, nuk më merr mua Miri dhe Mateo. Nuk thash që jo. Nuk thash që jo. Ledion, a mund të bëj një deklaratë? Të lutem. Ta bësh ore pse jo? Ledion, a mund të bëj një deklaratë? Ta bësh. Faleminderit. Selini është aq shpirtlir sa që në moment që do hyj nga jo dera kuqe, një person që zemra do ja bëj bam, nuk do ju lej ta ludoni, do shkoj dhe do e kap, do të them o djalë kam dinja për ty. Po, me gjithë respektin nuk e konsideroj për më shumë se diçka. Tani më lejo të kundër përgjigjem pak me këtë. Unë natyrisht jam besues i fort i bërjes së zemrës bam për dikë, pra dashuri me shikim të parë, flutra e dreshitani. Problemi është që jetoni aty 24 orë me 24 dhe historia ka treguar
që njerëzit kanë rënë në dashuri dhe me divanin. Dhe me këtë nuk është se dua të them në një gjë, po thjesht ta kam fjalën që ndonjëherë lind edhe trëndafili nga ferra, e kupton? Po Ledion, ne s'kemi pse prishim shoqërinë tonë ose marrëdhënien tonë që kemi, për shkak se banorët tu mund të kryejnë aludime. Dhe ka qenë ajo Greta, ajo që më ka ardhur mua në shtrat, duke më pyet gjëre gjatë, tendenca e cilës kuptoheshin, që më thoshte, në qoftë se nuk do ishte Brikena këtu, a do kishe krijuar ti lidhje me ndonjë vajzë tjetër. Edhe unë që theja vazhdimisht, o Greta, unë nuk kam marrë këtu për të martuar. Qoftë unë kam i pëlqime ti, unë për kë kam edhe e kam treguar. Edhe Greta vazhdonte insistonte po tek njëti mua. Pse të dogji? Pse u alterove? Greta, çështja është që ti mendon se je lojtare, po pyetjet e tua janë shumë tendencioze. Edhe dallohet tendenca, jo çështja është, e di si mendon Greta, xheloze për kunatën tënde, që kjo Greta, Arbri ka një pyetje për ty, Greta. Arbri ka një pyetje për ty. A mendon se është Miri xheloz? Po, sepse mendon se mund ta marrë Selinën në kuadër të lojës, domethënë ta largoj nga Miri. Si në kuadër të lojës? Domethënë ta humbasi, nuk e ka më krah djathtë, le të themi. Mendoj që ai e ka humbur për kujdes. Domethënë, kështu vetëm në raport miqësor thotë. Ka të bëjë me damën në Arbër. Është loja e Mirit ajo. Është loja e Mirit. Pra është thjesht çështje loje. Okej. O le të më ky Miri sa slet. Po se iku. Nuk e le. Nuk e di. Dëgjoj, Selin, realisht nuk e di pse nuk flet. O Miri, fol pak, nuk e mirë pak Miri. O një sekondë. Po nuk ka nevojë. Kush është Miri? Fol pak Miri, fol. Miri ti ka ikë ato Selin. Mua më vjen keq shumë që Miri, do të pyesh ti Një moment ju lutem, Miri. mua më vjen keq shumë që të gjithë banorët këtu, sipas interesave që kanë, e përdorin Selinin si objekt që njëri e bën xheloz për një gjë tjetër, njëri e bën xheloz për diçka tjetër. Ore ti që e bën xheloz. Xhelozia. O Ledion, një sekondë. Po jo, nuk ka, shiko, si fillim o Miri, si fillim një herë, si fillim o Miri, si fillim. Po pushoj sekondë valla. Ore sa qartësove si objekt, çfarë do thosh? Atëre, Mateo, më lejo. Mateo tash të tjerët. Më lejo, jo, Miri, jo pra, se pam një klip Miri. Po pra një, do ta vazhdoj, po? Po mos e vazhdo, se kështu kalon nga dega në dega dhe pastaj merremi vesh mirë. Po. Edhe një herë, pam një klip ku ti vetë qartësoje këtë pjesën e xhelozisë ndaj Mateos. Pra që e thua ti me gojën tënde e para dhe e dyta, nuk po flet asnjëri për objektifikim të asgjëje, po flasin vetëm për një njeri i cili është xheloz për shkak se dikush kalon kohë me dikë tjetër. Kaq. Nuk ka objektifikim këtu. Ku e pe objektifikim? E gjithë xhelozia ime është në kuadrin e lojës. E tha Kristi është dama. Te loja shaut. Se kuptoj kjo. Se kupton Arbër këtë. Po se kuptoj se ne jemi njerëz, kemi ndjenja. Nëse jemi xheloz, çka kjo që kam xheloz në kuadër lojës, nëse mund të themi e dua në kuadër të lojës. Pastaj nëse themi Po e ka po flet për mua. O banaku. Okej, si po le më përgjigjem. Po le të përgjigjem. O përgjigjem, oj sekond. Shpjegova xhelozin se më pyetet për xhelozin. Po patjetër pra që e duan lojë, se e kam thënë te banaku. E dua për lojë. Jo, e dua për lojë. Jo. Dgjoj, e di çfarë nuk kuptoj. Që ta shpjegoj që të kem mundësi të marr një përgjigje nga ti. Po. Nuk kuptoj raportin. Pra, ne me njerëzit krijojmë raporte. Po. Dhe nga raportet që krijojmë, lindin pset. Tani unë duhet të kuptoj raportin. Pra, ndihesh xheloz sepse e ke shoqe shumë të mirë, ndihesh xheloz se ke ndjenja, ndihesh xheloz se nuk do që të largohet ta marrë dikush tjetër. Pra, raportin se kur më fut fjalën loj, duket sikur më hedh ty në syve. Shikosh, më se i qartë që është e treta. Kaq. Selin, atë të bëj një pyetje Ledioni? E mori përgjigjen Arbër. E mori, për sa kohë s'ka kundërshtim, po. Selin, ti me Mirin. Po. A flet për gjëra që s'kan lidhje me lojën e pikut?
Unë me Mirin, jo më larkë se mbrëmjen e kaluar, kemi ndonjë raj pa gjumë deri në orën 5 mëngjesit. Dhe kemi folur për te lojës, për familjen. Unë me Mirin kam folur dhe për marrëdhëniet e mia, si mendoj unë partnerin tim të ardhshëm. Eksakt. Ajo që po thot Arbri është që nuk mund ta ndajmë lojën nga njeriu në momentin kur ti ai me ti me atë bëni dhe bisedat të cilat kanë lidhje edhe me ju si njerëz, jo vetëm ju si dhe kur xhelozia projektohet, jo domosdoshmërisht është brenda këtyre barrierave. Këtë do të qartësoj Arbri. Gjithsesi unë me instiktin tim si vajzë dhe instikti femëror rrallë gabon, mendoj që edhe këtë xhelozin njerëzore që e ka për marrëdhënien tonë shumë të ngushtë shoqërore. E kuptova. Monika? Megjithatë domosdoshmëria e xhelozisë nuk do të thotë që është vetëm në marrëdhënie emocionale. Xhelozia ekziston edhe në marrëdhënien e punës. Xhelozia ekziston edhe në marrëdhënien e prezantimit të disa gjërave. Unë do ta shikoja që të gjithë duan ta vendosin Mirin në një qendër të vëmendjes sikur është xheloz në marrëdhënien e tij me Selinën. Jo, e vendos Miri vetë. Jo, nuk e vend Miri. Po e pam në klip tani, të mos ngulmo për atë. Unë e kuptoj që ti e bër si mbrojtja e Mirit, po e vendos vetë Mirin. Pam një klip ku ishte Miri, që ishte xheloz për Mateon dhe tha dua dali Mateo. Edhe kur Selini thot nuk meriton dali Mateo sepse është një televotim i Zarfit të zi. Po punatën e Selinit Gretën ti. Se merr vetëm këtu ti merr vetë Gretën. Po vetë Greta që thot Miri. Çoj pra ke Selina. Si thot? Miri është xheloz për Selinën. Po që është pra. Po mi pra konjutacioni që i jep Greta kësaj fjalie ka një qëllim, ndarjen e Mirit nga Selin. Por Miri ka pasur nga fillimi. Mi pra, dakor, po jo vetëm Greta, e kanë të gjithë, sepse dhe Mateos vetë në një farë mënyrë shkëputja e Mirit nga Selin si lojtar në lojë faktorizon Mateo Brikenën, faktorizon Gretën si ajo që i hedh gryshtin e mizave. Mateo dhe Brikena nuk kanë lidhje me Selin dhe Mirin, sepse po flasim për një njeri që është në televotim dhe vuri pikërisht Brikena, ndërkohë po flasim për Mirin që e ka mbrojtur Selin në çdo moment deri tani. Po patjetër, atëherë na duhet një shkëputje Mirit me Selin për të defaktorizuar Mirin në shtëpi. Pra është ideja që Miri është i trembur dhe çdo njeri që Jo, unë mendoj që Miri këtë javë ka qenë shumë inekzistent. Dhe për këtë arsye i ka dhënë terren Mateos për ta futur Mateo në lojë më shumë. Dhe kjo është ja një sekond, dëgjoni pak. Më dëgjoni pak që të kuptoni në këndvështrimin tim atë që doni juve, po merreni si të doni. Ajo që unë shikoj, Mateo duke afruar me Selinën jo për qëllime të tjera, por Mateo duke afruar me Selinën krijon një këndvështrim. Prit ti të marroj unë. Jo, se nuk është në kamera duke krijuar një këndvështrim tjetër që është faktikisht në qendër të vëmendjes edhe nëpërmjet nominimit të Brikenës, ndihet po themi i zhgënjyer nga Brikena, por në një anë tjetër duke u afruar me Selinën mund krijojë edhe një lloj ndjenje xhelozie, por pra ti thua që Mateo e ka qëllim. Nuk është rastësore. Dëgjoni, ne kur shikojmë klipet këtu, shikojmë dhe fytyrat tuaja në këndvështrime pavarësisht që ju nuk e shikoni. Shiko dhe Big Brotherin gjatë gjithë kohës edhe do shikosh që unë kemi krijuar këtë raport që në momentin që unë kam në shtëpi. Mateo, ti nuk e shikon, unë shikoj sytë e Brikenës kur qifsha aty afër me Selinin, kaq. Më mjafton për të kuptuar se si reagon Brikena. Dërkohë nga ana tjetër, do prisni minutën 1 që ke ardhur. Ta mbaroju mendimin tim. Pak një sekond. Ta mbaroju mendimin tim si e shikoj unë. E kuptoj që mund të mos jeni dakord me mendimin e njërit apo tjetrit opinionist. Është mendimi i tyre. Unë si e shikoj unë në këndvështrimin tim për moshën time që kam dhe për atë periudhë që unë shikoj. Dhe unë shikoj një këndvështrim tjetër. Mateo është faktorizuar për shkak të dy marrëdhënieve të veta që ka aty. Për shkak të marrëdhënies së tij me Brikenën, që ndihet i vrarë shpirtërisht për thikën që ai e nguli mbas shpinës, dhe në këndvështrimin tjetër shikon Selinën e cila e krijon një afrimitet për të shprehur ai, po themi, emocionet e veta në marrëdhënie me gjithë lojën. Miri këtë gjë nuk e pranon. Pse? Sepse defaktorizohet Miri. Miri nuk është faktorizuar. Do me thënë loja e Mirit është Selina. Po bashkë janë ato të dy. Simbioz janë. Ato deri tani të dy kanë ardhur. Ti ke thënë që Miri e udhëheq procesin. Jo, shiko, deri tani e ka udhëhequr Miri. Faktikisht po e tërheq Selina. Ato janë të dy në simbioz me njëri tjetrin. Në momentin që ata të dy shkëputen, Miri bie, Selina vazhdon. Mund të ta thjeshtoj mendimin tim shumë shkurt.
Unë mendoj që Mateo nisi një raport normal se jeste mohabeti me Selinën. Selina për 2 arsye ja hapi këtë derë. Duhet të kujtojmë që në Aquarium Miri dhe Mateo kanë qenë në kontradikta që në fillim pa prezencën e Selin fare. E di. Selin hapi një derë për Mateon për të pas një marrëdhënie normale për 2 arsye në këmbështrimin tim. E para se eci mohabeti dhe e dyta, të mos dukesh sikur Selin kishte komunikim të mirë vetëm me Mirin. Ndërkohë, unë mendoj që Miri mund ta lesh pa buk, nuk thot gjë. Edhe pa ujë. Po i preke Selinën, po është problem. Mënyra më e mirë. Po i preke Selinën dhe cigaret. Mënyra më e mirë për të ikur të vërtetës është ta ironizosh atë. Dhe mua nuk pëlqen se të thuar që edhe më vjen keq për këtë situatë. Për çfarë qesh? Për të vjen keq. Mu s'më pëlqen ironia me veten tënde. Ty po të vjen keq, s'ka asgjë për të qesh këtu, nëse të vjen keq. Pra, unë mendoj se po kush tha që më vjen keq më? Ti më the, më vjen keq që shikohet si objekte dolen ca tema atje. Ore kështu filloi, një sekond, lutem, tani se tani edhe merr 2 fjalë dhe pastaj këtu nuk të të flasësh se fillon shumë. Jo, unë ple, s'ka problem. Dhe pastaj shiko, unë e fillova kështu. Thash, më vjen keq që e përdorin si objekt që e merr filani. Po prit ta mbaroj o burse, prandaj kish kuptohemi, duro ta mbaroj. Ai po objektivizon. Jo, unë thash vetë që nuk mund të. Një moment, ju lutem, a ka mundësi të mbarojmë një fjali nga fillimi deri në fund Miri? Më vjen keq tash që e përdorin si objekt që njëre përdor unë për një gjë, pastaj e përdor Mateo për diçka tjetër. Nuk ka bëj fare kjo gjëja. Ne jemi në këtë lojë që kemi filluar që nga dita 1. Dhe nëse unë bëhem xheloz për marrëdhënien që ne kemi dhe kur ka ndërhyrje nga jashtë, atëherë unë shikoj si është situata. Unë shoh xhelozi, pastaj kjo xhelozia se në çbaz të raportit është kemi kohë për ta pa atë burrë, e rëndësishme është për vendin. Aty vorrim. O Ledion, por gjithsesi Ledion. Aty jemi. Të dëgjoj Selin, të dëgjoj. Po, njëkohësisht, edhe unë këtë javë pas kam dalë xheloze për Mirin, për raportin që kam Miri me Selinën dhe kam një javë që dëgjoj ma këndojnë Zom Jazz që ti je xheloze për Selinën, se Miri ri me Selinën, ti je xheloze për Selinën. Ndërkohë unë me Selinën ri vetë dhe me raportin që kam unë me Mirin, Selina me Mirin e ka komplet ndryshe. Po pra. Po, je shumë okej me këtë gjë që po thua. Jo, jam shumë okej, Miri është problemi. Jo, ja po ta them unë se është Miri problemi, sepse në fakt me atë që ti tregon, është që ty s'të intereson fare nëse ri Miri me Lornën, Stelinën apo Angelon. Miri ti intereson nëse ti rri me Mateon apo me dikë tjetër. Që Ledion, që të rri Miri me dikë tjetër mua nuk më intereson, ama që lojën që ne e bëjmë bashkë dhe ato mendime që ne kemi të përbashkëta. Mirin, po ta shikoj ta bëjmë me dikë tjetër, normalisht mua do miki një mbështetës i lojës time dhe patjetër që edhe aty do filloj dhe unë të xhelozoj. Qartë. Okej, atëherë kjo është diçka që do unë dhe Selini nuk flasim asnjëherë për lojë ose të përmendim Mirin. As Miri me Selinë nuk flet asnjëherë për lojë, që të përmendim. Jo, po flas. Ju që flisni për lojë, për njëjtën arsye që ka një sekond, vërtet? Pra, Stelin, ti dhe Miri nuk flisni asnjëherë për lojë? Jo, nuk e kuptova. Flasim vetëm për lojë. Mateo tha, ne të dy nuk flasim kur për lojë. Dhe Miri me Selinën rrallë herë flasin për lojë. Kështu që njësoj si ka dalë Miri xheloz për ne të dy ashtu, pas ka dalë dhe unë xheloze për këta të dy. A mund të bëj një pyetje të fundit Mirit? Po, t'ja bëjmë se jo. Me që se kemi. Një pyetje. Kush është lojtari më i fortë në këmbështrimin tënd? Ti apo Selina? Selin. Okej. Atë se besoj as vetë, kur e tha, po nesër. Është 50-50 objektivisht. Miri duhet jeti sinqert me veten e vet. Nuk ka problem. Shiko, unë përgjigjen e mora. Selin më dëgjon? Po. Unë faktikisht pyetjen e bëra ta dëgjoj ti. Po jo. E ka dëgjuar ajo, është kështu? Arber, mua tani s'më merr për seriozisht, po inteligjenca ime është Do të themi diçka se duhet ta them atë që kam tu brenda. Jam po kështu keq fare si them. Ta thuash, ha. Si ka mundësi që mund thot Artan, lutem kur të flasësh me do të marrësh leje mu, kur i jep terren çfarë thot? Po i duroma ta mbaroj, po të lutem, o zotëri, po mbaroj, ta mbaroj pra s'ke nevojë me drejtutin se sa ishte ai që. Po pra, si ka mundësi që një herë tani nuk duhet të ulet asnjëherë afër malit, sa aq shpesh sa e ka prekur Mateon sot. Nuk e di ç'mund të kishte. Ne kemi një fjalë tjetër që i ka thonë që fillim preksa për të mirë. A kupton?
Që që unë e prek për mirë. Pra, si ka mundësi që apo thoje? Si ka mundësi që ky i len teren Mateo si të rri një javë kur ky pretendon thojza që është shumë xheloz. Pse ja ka lënë? Po jo pra, ai pretendon. Pyetje interesante, po ju lë me këtë pyetje interesante të tanit, mbyllim lidhjen me shtëpinë.